Shiroka Beslidhja është ndeshja kryesore e javës së 10, kategoria e dytë në futboll, ku përballen dy skuadrat që kryesojnë kampionatin. Me Oltën Draben, zëvendës kapitenin e ekipit të Shirokës. Një ndeshje, apo mund të themi një super ndeshje, që ka kohë që publiku shkodran dhe i lëzgjan e pret. Fakt, për publikun është ndeshje shumë e pritën me shumë dëshirë më të madhe. Për ne është ndeshja rrollës, na kena punu gjithë javën, kena e vlerësoj maksimalisht gjithë ndeshjet e tjera, kështu që nuk është se ka një rëndësi të veçantë përveç se ndeshja rrollës. Rëndësia e kësaj ndeshje ka të bëjë me atë se jeni dy skuadra me pikë të barabarta dhe njëra prej jush do të kryesojë kampionatin nëse fiton njëra prej jush. Normalisht është si thoma më përpara, është ndeshje shumë e pritën, jena me barazim pikësh me Beslidhjen, kështu që është ndeshje decizive, mund të them, është ndeshja e fundit për ne, se na kena javën e fundit pushim, kështu që një fitore ne do të na bëjnë shumë punë se do të na marrin këtë klasifikim. Si është atmosfera, përgatitjet, është skuadra e plot për këtë ndeshje? Skuadra është e plot, gjithë lojtarët janë gatshëm për ditën e ndeshjes. Nesër mezi po presim ta lozim këtë ndeshje, shpresojmë ta shijojmë gjithë bashkë me tifozërinë që vinë na shohin dhe besoj që ne do të dalim me rezultat pozitiv. Të dy skuadrat kanë në gjirin e tyre futbollistë shkodran. Do të jetë, mund të themi, një derbi shkodran. Derbi, pa diskutim është një derbi, se dhe Beslidhja lërës është afër Shkodrës, që edhe gjithë lojtarët janë lojtarë që na jena formu bashkarisht, po të themi gjithë të akademitë Vllaznia, të akademitë e Shkodrës, që jena gjithë shok, thjesht ta shijojmë këtë ndeshje dhe fitof më njëri. Dhe në dy pankinat përkatëse janë dy trajnerë shkodran, trajneri Elvis Flori Beslidhjes dhe Ardit Mani tek Shiroka, së bashku me kolegun e tij, trajnerin e parë Matias Tatangelo. Pra është edhe një sfidë trajnerësh. Ashtu është, edhe për ta mund të jetë një derbi. Në aspektin personal, Drabeja ne kemi komunikuar së bashku edhe kur keni luajtur në kategorinë e tretë dhe jeni shprehur se në një moment kur u kthyet nga Amerika, latë edhe atje ishit i sistemuar, mund të themi, latë jetën në Amerikë dhe jeni shprehur se jam rikthyer për ta kaluar Shirokën deri në kategorinë të parë, pse jo në superiore. Një deklaratë që akoma mbahet mend nga opinioni. Shpresoj që t'ja arrim, po ecim hap pas hapit. Shpresojmë që në fund të bëjmë më të mirë dhe ta njesim një kategori më lart, ta marrim hap pas hapit, ta arrim dalim kampion kategori 2, atëherë pastaj ta shohim të ardhmen. Duke qenë se ndeshja zhvillohet në Shkodër, në stadiumin e Reshit Rusi, ka ndonjë mesazh, thirrje Drabeja për tifozërinë? Në Shkodër është me bua thirrje këtë atin se kur e marrin vesh se është Beslidhja Shiroka, një super ndeshje kategorisë 2, besoj që tifozët nuk do të mungojnë, do të jenë shumë nesër në Reshit Rusi. Për ta mbyllur, do një parashikim në rezultat. Parashikim rezultat, s'mund ta parashikim, po fiton Shiroka, jam i bindur. Kam besim te grupi është i plot, kështu që ne do të arrijmë dalim me fitoren nesër. Faleminderit Drabeja, suksese. Faleminderit.